Dashi. Nëse jeni në çift, mos merrni vendime impulsive gjatë kësaj dite sepse shumë shpejt do pendoheni. Nëse keni pasur probleme të mëdha, nuk duhet të ndaheni pikërisht sot. Për beqaret, flirtet dhe aventurat do të jenë goxha të kënaqshme. Shfrytëzojini mundësitë që do ju jepen. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte në mënyrë që të ruani qëndrueshmërinë. Demi. Priten disa probleme të vogla në çift gjatë kësaj dite, kështu që tregohuni më të matur me fjalët. Gjithsesi në fund të ditës situata do përmirësohet. Beqaret do kenë më shumë fat në dashuri dhe ka gjasa të gjejnë atë që kanë kërkuar prej kohësh. Për shkak të kujdesit që keni treguar kohët e fundit për shpenzimet, sot financat do jenë goxha të mira. Binjakët. Fal konfigurimit jo të mirë të Neptunit, ka rrezik që jeta juaj në çift të jetë e mbushur me probleme dhe debate. Nëse e doni partnerin tuaj si më parë, bëni gjithçka që ta ndryshoni situatën. Për beqaret do të jetë një ditë e mbushur me emocione të mëdha dhe takime interesante. Në planin financiar do keni mundësi të mira për ta stabilizuar situatën. Gaforja. Dielli do ndikojë pozitivisht sot në jetën tuaj në çift dhe do e bëjë ambientin më harmonik. Priten emocione të forta. Beqaret do jenë edhe më të favorizuara në dashuri. Jupiteri do i nxisë të tregohen të hapur ndaj takimeve. Në planin financiar do luftoni fort që jo vetëm ta stabilizoni, por edhe ta përforconi situatën. Luani. Jeta juaj në çift do shkojë për mrekulli gjatë kësaj dite. Gjithë gëzimi do reflektohet në të gjitha fushat e tjera të jetës dhe dita do jetë e shkëlqyer. Beqaret nuk do takojnë dashurinë e madhe, megjithatë do kenë mundësi për aventura emocionuese. Në planin financiar fati do jetë në anën tuaj. Buxheti do rritet ndjeshëm, por mos bëni menjëherë investime. Virgjëresha. Do jeni shumë xheloze për atë që keni në krah gjatë kësaj dite dhe mund të bëni disa skena që nuk do i pëlqejnë partnerit. Kujdesuni të mos e lëndoni atë. Për beqaret do jetë një ditë e veçantë gjatë së cilës do ndodhe një takim impresionues. Në planin financiar nuk duhet të luani me zjarrin sepse mund të digjeni. Kujdes. Peshorja. Edhe pse mund të keni disa debate me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, çdo gjë do rregullohet në shtrat. Nuk mund t'i rezistoni dot atij kur ta keni aq pranë. Beqaret, fal ndikimit pozitiv të hënës, do hedhin hapat e para drejt një historie dashurie serioze dhe afatgjallë. Sektori i financave duhet pasur në qendër të vëmendjes. Mos shpenzoni pa u menduar nëse nuk doni të keni vështirësi. Akrepi. Gjatë kësaj dite, ata që janë në një lidhje nuk do kenë as tabu dhe as gjëra të ndaluara. Venusi do ju ndihmojë të tregoheni më të hapur dhe do tentoni risi. Për beqaret do ketë vetëm mundësi për aventura kalimtare. Në planin financiar do negocioni me dikë dhe do kryeni edhe transaksione me rëndësi. Shigjetari. Pas një periudhe jo dhe shumë të mirë për jetën në çift, sot do bëni gjithçka që keni në dorë për të krijuar një ambient të ngrohtë. Dozat e komunikimit gjithashtu do shtohen mjaft. Beqaret do e lënë veten të lirë dhe do bëjnë atë që do mendojnë për momentin. Financat do jenë më të mira për personat që kanë ndërmarrjet e tyre ose që merren me marrëdhënien me publikun. Britsjapi. Ju që jeni në një lidhje nuk do jeni as pak të duruar dhe mund të bëni gabime sot. Kujdes sepse partneri vërtet tregohet i kuptueshëm, por çdo gjë e ka një kufi. Beqaret nuk do jenë as pak në humor të mirë për të filluar aventura kalimtare. Në planin financiar do kryeni transaksione të rëndësishme të cilat shpejt do e përmirësojnë buxhetin. Ujori. Sot priten ndryshime të mëdha në jetën tuaj në çift. Do kaloni momente emocionuese me partnerin dhe do merrni vendime të rëndësishme së bashku. Beqaret nuk duhet të hedhin asnjë hap pa qenë të sigurt se ai person është i duhuri. Në planin financiar do jenë kryesisht të mira dhe nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Bëni shpenzimet e nevojshme. Peshqit. Konfigurimi i yjeve do e bëjë jetën në çift edhe më të bukur sot. Do kaloni momente të këndshme dhe ambienti do jetë harmonik. Megjithatë, mos tregoheni shumë idealist sepse mund të zhgënjeheni. Beqaret do kenë njohje të reja me persona interesante. Sektori i financave do jetë i ekuilibruar dhe as pak problematik.